Walamma balagha ashudda. Kur u bë i madh Musa alayhis salam. E ku janë këto 30 vjet? Çka ka ndodh? Nuk na kallzon. Ku janë 40 vjet e pejgamberit alayhis salam para pejgamberis? Nuk na kallzon. Që të mësojmë na diçka shumë të rëndësishme të ndëruar xhamatli. Se edhe nëse është ngjarja e një pejgamberit, e që nuk ka njeri më të rëndësishëm se pejgamberi. E nëse është ngjarja e pejgamberit, pjesët çka nuk duhet me i ditë, çka nevojë me i ditë. E që ne zakonisht shumica e të dhënave tona, cilat janë në zonën çka s'duhet me i ditë. Na për njëri tjetrin çka dim? Atë çka duhet me ditë, atë çka s'duhet me ditë. Atë çka s'duhet me ditë. E atë çka duhet me ditë na nuk e dina. Për shembull, sa prej neve e dim saksisht mahallat tona sa namaz falet, sa fukara ka, sa nevojtar ka, sa xherus ka, sa njerëz me të meta ka, sa njerëz me pavësi ka, nuk e dim. As që mirë me këtë pjesë. Ama sa dim për njerëzit, për shembull, gjëra pa lidhje. E dim për shembull se ku pi kafe, ku del, apo gjërat që neve nuk na bojnë dobi. Apo